Herë po, herë në fundit më i tregoj të gjitha. Pastaj mbrapa fillon konfliktet. E dëgjonja që vërtisnin. Mendoja se si çdo çift, për shembull zihen, pajtohen, gjëra të tilla. Por kalimtare. Nuk e dia që po gjithmonë mendja vetëm për keq, edhe natën. Ndoshta ai edhe më pati shprehur që ka qenë shumë xeloz. Unë kam fëmijë më dhimbset. Që unë e di se i kam rritur. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një nën të moshuar, e cila do rrëfej historinë e dhimbshme të vajzës së saj, martuar në shtetin grek, martuar me një shtetas grek, por që gjërat nuk funksionuan ashtu si që dëshironte e bia e saj Armanda, por edhe nëna e saj. Çfarë ka ndodhur në këtë histori? Habritaren dhe ftoj zonjën Safete Nuçellari për ta rrëfyer këtë histori. Safete, përshëndetje nga Tirana. Po. Si jeni ju? Mirë. Ju si jeni? Mirë dhe ne, por mua më vjen keq për ty si një nën, sepse me aq pak informacione sa kam të ka ikur vajza dhe të ka braktisur djalin. Po. Por çfarë ka ndodhur? Që në 2 mars. Të kujt viti? 2023. Si quhet vajza? Armanda Nuçellari. Por si ka ikur? Do më çfarë ndodhi në mars të 2023? Ajo që unë atje merr një herë sherr me burrin në një 23 vjetor të vitit 2022. Pati Ti po të di që të qup në Glifada ka qenë, edhe policia atje po të ndërhyni e gjeni, se unë nuk kam lënë vend këtu pa e vajtur. Pra, ti ke humbur kontaktet me vajzën, me Armandën? Po, që në 2 mars, në orën 7:30, unë ndërpresh doje. Por me ish dhëndrin, ke mundur do të flasësh? Pa unë s'di greqisht, gjë të flas me te. Pse dhëndri është grek? Po, grek. Armanda ka fëmijë, ka një djalë? Ka një djalë. Ku ndodhe? 10 vjetaj. Ku ndodhe djali i Armandës, për kush kujdeset? Në Glifada të Kijati. Po mirë... Spiro. Spiro quhet ish dhëndri. E qartë, e dashur Safete, por çfarë ke mësuar ti? Ka ndodhur një sherr me saj dhe burrit? As vetë nuk e di tani. Por kur flisje me vajzën në telefon, ajo çfarë të ka treguar? Po unë qesh vetë ati e oj. Ke qenë vetë në Greqi, ma trego. Kam ikur me 22, më 6 janar nuk e mbaj mend mirë, më 2 mars ajo pastaj u prendër prerjet me mua. Por kur ti ke qenë në Greqi, si shkonte vajza me dhëndrin? Shkonin mirë. Por të kishte shprehur vajza diçka? Atë herë po, herë në fundit më i tregoj të gjitha. Ai thash unë vete më ore, vete deshe, përse mi thuaj mua këto tani në këtë kohë. E dashur Safete, kur ti ke qenë në Greqi, vajza të tregoj dhe të ankua për burrin, çfarë të tha konkretisht? Konkretisht këto tha nuk shkonin mirë, nuk merrshin vesh. Se u zdenja, e dëgjonja që vërtisnin, e s'më tregojnë fillim, e tha mua, bërtasin për kalamaj. Moj, po s'është e përditur e kalamaj, vetë e thash unë nuk u shoh mirë. Atëre më tha, po ja, tha nuk shkojmë, tha nuk merrem i vesh. Sa vite kishin të martuar Armanda me Spiron? 8. 8 vite, dhe këto konflikte kishin qenë për gjatë 8 viteve a vetëm kohët e fundit? Nuk e di, nuk më rrëfeju ashtu për gjatë viteve të fundit, nuk më thagje. Ti kur ike e le në shtëpi dhe më pas humbe kontaktet? Po, e lash në shtëpi, unë edhe atë ditë në datën 2 fola me te, tani do të qohe më tha mua, ti si je mirë, po ti mirë, i rash prapë unë se folë me të shkrojtur, kur i rash unë zilja i shkonte, për nuk hapësh telefoni. E dashur Safete, ti e në moshë dhe mbasen
nuk flet dot me ish dhëndrin, po ndonjë pjesëtar i familjes ka mundur do të flasë me ish dhëndrin, ka treguar diçka ai për vajzën tuaj si kishte ikur nga shtëpia? Nuk ka ndërhyrë njeri të keqen një pse të them. Por pse nuk e keni marrë guximin dikush të flasi me të? Kurse unë nuk kam lënë vend këtu, te rajoni 3, te ajo drejtorie policisë lartë, te ministria e jashtme, nuk kam lënë vend ku i kam ditur kam shkuar. E qartë, ti e ke bërë denoncimin në polici, por ajo ka humbur në Athinë, në glifadhat e Athinës dhe denoncimi duhet bërë në policinë greke, por ajo që është më kryesorja është të flitet me ish dhëndrin. Vajti i treti. Djali. Në Janin e bëri ankesën atij dhe s'është kthyer përgjigje. Por pse në Janina e ka humbur në Athinë? Janina është shumë larg Athinës. Po atij e vajti bëri. Pra, ju numrin e ish dhëndrit e keni? Vetëm Po. E kam unë në telefon. Je aty me nusën e djalit? Po. Është dallandyshja, sepse dallandyshja më ka telefonuar për herë të parë për këtë rast. Po. Do flas dhe me dallandyshën për të marrë fyer më shumë detaje, histori, ndoshta kam shumë detaje për Armandën. Tani më tha mua kështu, thash unë pas më bësh atë të mirë që thash, nuk di çfarë të them si të them. Sa kohë u bë që Armanda ka humbur kontaktet me ju? Mars 2023. Po bën 3 vjet e gjysmë. 3 vite e humbur. Nuk keni marrë asnjë informacion, nuk keni marrë? Jo. Por çfarë dyshon ti si nën? Unë si nën të qumë ndryshojmë shumë se kam hallë mos e zhduku ai. Ish dhëndri? Po. Si është njohur Armanda me shtetasin grek, me burrin e saj? Veç ta dihet i qumë, edhe e vdekur, po ta di që ka vdekur. Unë jam në një pozicion që nuk di si ta them, veç që një që ka fëmijë më beson edhe. E qartë, por dua të pyes se dashur Safete, si është njohur vajza me burrin? Atje ku ishin në Athinë, në punë, te puna. Vajza ka jetuar në Greqi? Po. I jetonte e vetme? E vetme ishte në një lokal që punonte, atje e kishte vajtur ky, se ky ishte ndërna gruaja, kishte 2 çupa. Po, sa vjeç është Armanda? Armanda tani 86 është, sa i vjet? 40 bën tani. Por me 20 qershor. Por dhëndri sa vjeç? Dhëndri ishte 8 vjet, më duket më i madh. 48, e qartë. Dhe jetuan 8 vite bashkë, sollën jetë një djalë dhe janë ndarë, ajo është larguar dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e saj. As di gjë fare qup. Por nipin e ke kërkuar të flasësh me djalin? Ai s'dite shqip. Nuk dinte. Edhe dhe po prap nuk di shqip me këtë lidhe, me këtë flas. E dashur Safete, se do flasë edhe me dallandyshën të ma tregoj me detaj historinë për t'i e nën. Ndaj kërkova që ti isha me ty sot në live. Hajde, poli, që do thotë. Do vi dallandysha, por nëse Armanda Safete të ndjek, çfarë mesazhi do i përcjellësh? Qa do i përcjellë që vetëm ta di, ta thash një herë, ta di që është gjallë edhe po doj të flas me mua le flas, po s'dole mos flas, vetëm ta di. Ky është Qa ti përcjellë, qa ti them? Unë uroj dhe shpresoj që në këtë live Armanda, vajza juaj të na ndjeki, nëse ajo është larguar nga bashorti për shkak të konflikteve, mund të ketë nisur një jetë të re, të marrë guximin dhe të telefonojë, por ju si nën dyshoni më të keqen e mundshme dhe të besoj. Çdo nën kur humb kontaktet me fëmijët, mendja i shkon tek e keqja, por urojmë që ajo të jetë gjallë, mos ka ndodhur diçka e keqe me fatin e saj. Nuk e dia që po gjithmonë mendja vetëm për keq, edhe natën. Të thash veç një që ka fëmijë të mbeson. Të besoj. Mua qa do që tjetë, si do që tjetë, nga do që tjetë, unë e kam fëmijë më dhimbset. Se unë e di se i kam rritur.
Ti e nëna? Po nëna dhe më kalon burri 45 vjeç as një fëmijë të martuar. O, të ka vdekur bashorti herët. E thash, nuk jam në një pozicion që vetëm nuk di çfarë flas dhe çfarë them. Nga se ka vdekur bashorti, baba i fëmijëve? Ai për një vit u smurë dhe i kancer mushkrit. Sa vjeç ke qenë? 45 isha unë. 26 kisha djalin e madh. E qartë, ke vuajtur një jetë dhe më vika keq. E kam bëjtur o qup sa vetëm Zoti mi diti gjitha, se dhe vetë nuk i mbaj mend gjitha. Unë do bëj përpjekjet maksimale për vajzën tuaj, uroj dhe shpresoj të ketë informacione për Armandën, uroj që... O të ma bësh këtë ndere, këtë të mirë, nuk di si të vlerësojnë, nuk di si të çmojnë. Uroj dhe lutem të kemi lajme për Armandën, do mbetemi në kontakte dashur Safete, të përqafoj dhe do vazhdoj këtë live me Dallandyshen. Të përshëndes. Një shumë e ta prit Zoti mbaret bëf siç të do shpirti. Të falenderoj. E dëgjuam zonjën Safete, e cila ishte emocionuar, një nën që kishte plagë në zemër për humbjen e vajzës saj, Armanda Nuçellari, kjo 40 vjeçare, e cila pas konflikteve me bashortin e saj, ishte larguar nga banesa duke mos lënë asnjë adresë, por duke lënë aty djalin, i cili sot është 9 vjeç dhe ka 3 vite që kërkon nënën e tij. Por për më shumë detaje të historisë së Armanda Nuçellarit, do të jetë këtu në live modetën edhe kunata e saj Dallandyshja, e cila ka patur një komunikim më të ngushtë me vet Armandën dhe di më shumë detaje për konfliktet që ka patur me bashortin grek. Kështu që hap dritaren dhe ftoj zonjën Dallandyshe. Dallandyshe, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Mua më vjen keq për vjerrën tuaj, fola me zonjën Safete që më dha disa detaje për vajzën, por ju keni më shumë informacion për Armandën. Të lutem, mund të më tregosh, do me thënë, historinë e Armandës që kur ka ikur në Greqi dhe derisa humbi kontaktet marsin e vitit 2023? Po, ajo është martur ndoshta ka qenë shpejt, se më mend vitin mirë, edhe është njohur punonin në një lokal bashkë me ish bashkëshorti, mund ta quajmë tani. Po. Aty janë njohur, janë martur, janë pëlqy vet, na ka thënë, i kemi thënë ti e di vet, si e rritur, nuk është se e kemi penguar ne, ose vëllezërit ose mamaja, nuk ka pas asnjë lloj pengese nga ne. E mori. Armanda ka qenë e re kur ka emigruar drejt Greqisë, për një jetë më të mirë. Ka qenë diku 25 vjeçë. E qartë, po. Po lindën dhe djalin kanë qenë mirë, vinin këtu edhe me djalin kanë ardhur. Mamaja ka shkuar gjithmonë, e ka takuar. Në fillim ishte lumë, do kalonin mirë, punonin, ushqeshin, jetë thjesht, jetë normale. Pastaj mbrapa fillon konfliktet. Ajo me mua ka pas folur, ka qenë shumë e lidhur me mua. Me ty ka pasur një komunikim, një lidhje më të ngushtë, ka folur. Dhe pse? Po, flisim. Çdo mëngjes pinim kafe bashkë me kamerë, çdo masdite kemi qenë, domethënë kemi një të njëjtën moshë dhe më shumë si shoqe. Të kishte treguar për problemet me shtetasin grek? Pak, po. Po jo me imtësi ose me detaje që të më thoshte që unë do iki apo do ta lë apo gjëra tilla jo. Thjesht mendoja se si çdo çift, për shembull zihen, pajtohen, gjëra tilla. Por kalimtare. E qartë, këto probleme kishin nisur për shkak të ekonomisë, të xhelozisë, domethënë çfarë konfliktesh kishin? Ekonominë e kam pasur shumë mirë. Qenë mirë nga gjendja, nuk kam pas probleme me ekonominë, nuk e besoj se duket se njëri duket për shembull edhe nuk marrë mendja për ekonomi. Ndoshta ai edhe më pati shprehur që ka qenë shumë xheloz. Ndaj Armandës. Pra, xhelozia mund të qenë shkaku i konflikteve. Unë besoj se po. Por në telefonatën e fundit me kë ka folur Armanda? Ajo ka folur me mamin e vet, me vjerën time. Por nuk i ka thënë asgjë që do iki? Jo, ka folur normalisht mëngjes. Pastaj më vonë nuk është përgjigjur më në telefon. Telefoni i saj sot rezulton i fikur? I fikur. Që nga ajo ditë dhe sot edhe rrjetet sociale, Instagram, Facebook nuk është më aktive. Ja, nuk janë aktive, po, nuk janë aktive.
E dashur dhe ndyshe, nuk keni mundur do të flisni me Spiron, ish burrin e saj tashmë? Edhe ta korrigjoj, ish bashkëshorti quhet Kristo, Spiro është djali. E ngatëroi nëna, Kristo, e kuptoj. Nuk keni... Jo kemi folur 2 ditë ose 3 ditë mbasi Armanda ishte zhdukur, ka ardhur edhe këtu te ne në Shqipëri, se mendonte se mos kishte ardhur këtu. Do të thonë ajo ka ikur nga shtëpia dhe ai ka ardhur në Shqipëri tek ju. Po, ai ka ardhur këtu te ne, ka ardhur në Shqipëri, ka ardhur në Tiranë. Se mendonte se ajo ishte këtu. Dhe çfarë ju tha kur erdhi? Po, thjesht u zumca dhe kaq, asnjë gjë. Nuk ka ndodhur asnjë gjë, tha thjesht sherrët momentit. Kaq ka ndodhur, tha. Asnjë gjë më shumë. Ai erdhi ta kërkonte me idenë që ta rikthente prapë në Greqi. Po. Kam djalin, thoshte, më ka lënë djalin vetëm. Djali e kërkon. Ai ishte i vogël atë, diku te 7 vjeç. Që ti e përshtypin që është larguar me vullnetin e saj, jo se mund t'i ke ndodhur diçka. Ta them të saktë, se me bindje nuk di ta them, po prapë ky njeri për shembull për 3 vjet çdo që të kishte bërë, paktën nënën e vet do ta kishte marrë në telefon, që ti thoshte që po jam, se nuk po kërkon njeri as të vinë, as ta marrin, thjesht i thot mama saj që unë jam mirë, po mos më kërkoni, kam jetën time, kaq. Asnjë gjë tjetër, do tash njeriu mendoj unë paktën ne që kemi qenë të lidhur si familje. Por, e dashur dhe ndyshe, burri ka bërë një denoncim në shtetin grek në polici për humbjen e saj? Po, ka shku në Janin. Po pse në Janin? S'po e kuptoj. Po nuk e di çfarë mendon atëherë, ta vajtën ato në Janin i thanë që kufiri grek nuk ka kalur, se ajo ka marrë dhe pasaportën ku ka ikur. Do me thënë, kur është larguar ka marrë me vete edhe pasaportën? Vetëm pasaportën dhe telefoni që është i fikur, që e ka marrë, po që është i fikur. Dhe ai ka shkuar në Janin me idenë për në dogan, për verifikuar se emitins. Për thjesht për ta verifikim, ka kaluar kufirin e Greqisë apo jo, e kuptoj. Por mirë, ai nuk ka bërë një denoncim në policinë aty në Athinë për zhdukjen e Armandës. E ka bërë ish bashkëshorti i saj, se e thonë kanë bërë gjitha denoncimet, më ka thënë do presim, do shikojmë. Këtë na ka thënë ai shtetasi grek. Por në 3 vite e pak muaj humbje, nuk keni marrë vesh asnjë lajm, as informacion për të? Jo, asnjë gjë, asnjë gjë më të vogël. Absolutisht zero. Dyshimet janë që mund të jetë larguar vetë, por ndoshta arsyet nuk dihem pse nuk kontakton me nënën. Po që duke parë që nuk kishim rrugë tjetër, e kishim provu ligjore në çdo mënyrë, s'ishte zgjidhur asnjë gjë. Dhe mendova thash për shkruaj juve një. E qartë, dhe jemi të dyja së bashku dhe më vjen keq për atë nënë. Do dohet i përcjellë një mesazh Armandës nëse është duke na ndjekur, jam e sigurt që nëse ajo ndodhet në Athinë, live-et e mia ndiqen në Athinë nga gjithë shqiptarët. Do dohet i përcjellë sot si një kunat që ke pasur një komunikim shumë të ngushtë dhe të mirë me të? Po deta asnjë gjë, thash dua vetëm që të jetë mirë, edhe të marrin telefon edhe të thot jam mirë, mos më kërkoni, kam jetën time, pastaj le të bëj çfarë të doj. E qartë, e kuptoj. Një mesazh për dëgjuar zërin ku ndodhet dhe si është. Ka bërë çka ka bërë, ne nuk na intereson, ajo ka jetën e vet, ne kemi jetën tonë. Ne jemi me familje të gjithë të rregulluar, sistemi nuk kemi nevojë për asnjë lloj gjëje. Thjesht duam që ajo të jetë me ne. Por në këto 3 vite që ajo figuron e humbur, Kristo ju ka telefonuar? Po, ka marrë para 3-4 ditësh edhe thjesht i ka thënë që po rris vetëm fëmijët, nuk e dëgjova mirë, më tha burri çfarë më thoshte, pastaj nuk e mori më. Nuk po dia çfarë ti thosha, tha dhe nuk e telefonova më. Ndërkohë që jam e sigurt që ai djalë e kërkon nënën e vet. As që diskutohet, ishte fëmijë i vogël fare 7 vjeç. Dhe Armanda nëse është duke na dëgjuar të kthej kokën pas në radh parë për të birin. Edhe për nënën e saj, për asnjëri tjetër. Po, për të birin e saj që ka lënë aty dhe për nënën e saj Safete. Ne e prezantuam sot dallandyshe, unë uroj dhe shpresoj që të ketë ndonjë reagim. Në një lajm dhe informacion, do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që ajo të reagoj, të jetë shëndoshë mirë dhe të reagoj. Do zoti. Të përshëndes dhe mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Faleminderit, pafshim.
Mirë të dashur miq, uroj dhe shpresoj që Armanda Nuçellari, kjo 40 vjeçare shqiptare, e cila ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e saj nga Glifadha e Greqisë që prej 2 marsit të vitit 2023, uroj të jetë shëndoshë mirë, uroj të na ndjeki dhe të na kontaktoj. Ndërkohë, kjo është fotoja e Armanda Nuçellarit, 40 vjeçaria që rezulton e zhdukur në shtetin grek dhe familja e saj në Shqipëri është duke kërkuar me shpresën për t'i dëgjuar zërin. Ju bëj thirrje në këtë momente gjithë emigrantëve tanë në Greqi që mund ta kenë njohur Armanda Nuçellarin, janë të lutur të kontaktojnë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, pasi është e humbur dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj, sepse një nën është duke qarë për të bijën. Uroj dhe shpresoj që zonja Safete t'i dëgjoj zërin Armandës. Mirë, do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live, sepse një tjetër personazh, jo brenda territorit të Shqipërisë, por larg Shqipërisë në një tjetër shtet fqinj, është duke më pritur pasi ka një histori tjetër të dhimbshme. Hap dritaren dhe dëgjojmë së bashku. Ardian, përshëndetje nga Tirana. Ardian Zeka nga Vlora, nga Gorishti i Vlorës. Po, nga flasim live ku je? Në Itali, në Rimini në Italisë. Në Rimini të Italisë. Më shkruajte një mesazh, më the kam një problem. Atëherë, në 97-ën gruaja më ka lindë një fëmijë në Vlorë. Në maj të 97-ës. Maj 1997, po? Po, unë kam qenë i ikur në Itali. Kam qenë në Greqi, më fal. Kam qenë në Greqi në atë kohë, i ikur. Po. Më thanë që fëmija ka pasur probleme me birë në zëmër. Edhe kur doli, lindi edhe në vete vllaim të nesme, në bazë 2 dite, i japi një kuti, nuk shikon gjë fare, nuk japi si dokument, as një tut, as një tu. Edhe çon tek varrezet ai, vllai, me baban tim, këtë kutin. Po, që ju tha se vdiq foshnja. Po, tha se vdiq. Para ca vite, shteti, gruaja ime, më thot mua, kam parë ëndra kështu të keqe, edhe u ashuna, u kujdesova, erdha në Vlorë, gjeta vetëm dokumentin që gruaja është shtruar në Vlorë, në datën 21 maj 97-ës. Por nuk gjetët se kur kishte lindur datën e lindjes? Data e lindjes në datën 22. Data e lindjes 22. Po nuk gjeta asnjë dokument tjetër që djali ka qenë i smur me këtë probleme, asnjë lloj gjëje tjetër. Ato 2 dokumenta i kam këtu në shtëpi, se erdha i mora. Ato 2 dokumenta. Por çfarë të tha arkiva e spitalit kur e pyete që gruaja kishte lindur? Ajo gruaja ishte shumë i grua mirë, më kanë ndihmuar jashtë mase, edhe dolëm të tanët. Më tha mua është një gjë që unë kam 40 vjet që punoj këtu në spital, më tha mua herë parë që gjej një dokument të tillë shumë, tha mua. Më tha mua është herë parë që gjej një dokument të tillë. Edhe ato dokumentat mi ka gjetë ajo kështu privatisht, e kupton, mi ka dhënë me dokumenta kështu të janë të shkruar që ka lindur datën 22, ka lindur me operacion, por nuk ka shkruar të gjë se fëmia ka qenë i smur, kështu e më the thash. Ose t'i jepni një dokument që fëmija vdiq dhe ndodhi si ndodhi fare, zero. I dashur Ardian, e kuptoj që ti ke hyrë në regjistrin themeltar dhe ke parë që fëmija ka lindur 22 maj, djalë, por datën e vdekjes, data e vdekjes ishte shënuar? Jo. Por dua të pyes, gruaja kur ka dalë nga spitali ka firmosur ndonjë dokument? Jo, asgjë. Por fëmija që lindi u regjistrua dhe më pas u bë regjistrimi me qenë që vdiq sipas. Jo, po këtu më këtu kemi mbetur ne. Un kam 2 vjet që po i qepem mbrapa këtij muhabeti. Edhe tani kam gjetur përfundimisht këto pak dokumenta. Edhe ato të spitalit thash, ajo gruaja e spitalit ka 40 vjet, jap edhe numrin e telefonit, ajo më tha mua merrem edhe mes natës të përgjigjem, më tha mua sepse më tha mua të përgjigjem se është një gjë rrallë, më tha mua, nuk ka bërë vakit të kem parë një dokument tillë kështu, më tha mua. Por dalja e gruas nga spitali, kishte një datë kur kishte dalë gruaja nga spitali? Në 28, nuk ka dalë 28, mbas se ishte me operim, doli mbas 5 ditësh. Pra, në 28 maj gruaja ka dalë nga spitali që i bie me fëmijën, se fëmija nuk është regjistruar që ka vdekur. Jo, vetëm
Kjo ajo që ishte atje i tha ndodhi kështu, fëmia lindi me birë në zemër, vdiq, edhe ne ja dham punati tënd, se unë nuk isha, po ksheva pak më vonë mbas një muaji, aty, ky muhabet në një kështu, po gruaja ime faktikisht që shpejt fare, po hallet tona ti e vetë, kam edhe fëmijë tjerë, jam bërgjyshe, kam e plotë, po na kam betë kështu si enigëm. Tani që gjitha këto gjysmat e dokumentave që nuk i gjitha të gjitha, ja për të mora ti. E qartë, ka folë motra ime para 2 vite me ty, dhe ajo ma dha numrin. Po, më mori një zoj në telefon dhe më tha kam një histori të motrës. Po, motra ime, ajo ma dha numrin mua. E qartë, është e vërtet që më ka marrë në telefon. I dashur Ardian, sepse je edhe në timon dhe ndoshta... Jo, mos e vri mendje. Që unë jam shofer 30 vjeçar. Mos e vri mendje. Dola këtu se erdha afër shtëpisë, donte dhe gruaja, prandaj po vija për shtëpisë, donte të flisë edhe ajo, po i thash po do më marr ajo, i thash po me gjithë s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Do flas dhe me gruan nëse do arrim që ti jesh të vesh afër shtëpisë. I dashur Ardian, dua të pyes, në momentin që gruaja lindi, pas sa orësh i thanë që fëmia vdiq? Të nesërme. Ka jetuar 24 orë. Është e shkruar edhe atje që ka lindur sot edhe ka në datën 22. Por, mua më bën habi që në spital nuk është shënuar data e vdekjes. Jo. Por punojësja që u çudit vetë kur e hapi regjistrin, çfarë të dha? Të dha ndonjë shpjegim, e pyete? E papes, më tha mua, unë kam 40 vjetë këtu, më tha mua, këto është, më tha mua një gjë e rrallë shumë, më tha mua në këtë mënyrë. Por kunati, më falë, por vllai juaj. Vajta e pyeta, më tha tekstualisht shumë, më tha mua, Arjan, më tha mua, unë them drejtë, më kanë ardhur poshtë 2 zonja, më tha mua, 2 gazë e marrë më mirë, ma vanë këtë kuti, edhe më thanë, çojeni në Varreza. Më tha mua, as e hapëm, se na thanë ata, ma dha një kuti në dorë, as firmosa, nuk ka firmosur thaj, as gjë, edhe ai s'ka firmosur. As kunati, as njeri. Varrin e dini ku është? Ati është prishur se vajta me vllain. Janë bërë çorë të rinj tani. Janë çorë që ka qenë ato të vjetrave. Do të thënë varri nuk është, nuk e dini. Nuk është. Sepse po të ishte varri ekzistues, me një analizë DNA-je mund të verifikojë totalisht që çfarë kishte. Kockat e një foshnje trete, por nga dheu padyshim kapet një ADN, sepse e kam nga eksperienca që është bërë analizë. E di se mua më thanë avukate dhe gjëre tjetër, po më tha motra mos u merr me ata, se po më tha mua la fosemi një herë me këta që kështu për me juve, se kisha ndërmend të mirë edhe një avokat ta nxirja çështjen, po la fosa më mendova një herë me të la fosja me juve. I dashur Adrian, por dua të pyes, bashortja juaj, e cila doli nga spitali, në kohën që ishte në spital, e ka parë fëmijën, i ka dhënë gji? Fare, nuk e ka parë. Sepse është bërë me operim, lindi me operim. Po shtazania e saj ka qenë e rregullt? Jo, fëmija në rregull, moj, se ato doktorë, ato deri ditën e fundit, ato vizitat janë bërë normalisht, të plota. Sepse, këtë dua të them, në kohën që je shtatzën, një grua nëpërmjet ekos e kap nëse fëmia ka një defekt në zemër. Të gjitha ato i kam bërë privatun, i kam bërë tek një doktor që tash ja rrova emrin që e njoh dhe mirë. Po nuk e di, po ndërsa për të lindur ka lindur me një doktor tjetër, nuk ka lindur me këtë që më ndiqte. Ja gjeta dhe emrin e atij, Bejkushi, po nuk e harrova mbi emrin, doktor Bejkushi ka lindur. Nuk keni mundur dot ta gjeni doktorin? Nuk e gjeta dot sepse kam pasur shumë probleme që t'i gjeja këto dokumentat, shumë probleme. Nuk më jepnin, nuk më ndi. Vetëm janë të miqësisht me këtë gruan, po them, me kjo mi ka gjetë. Ju vetë çfarë dyshoni, se mund të kenë ndodhur diçka, sepse si historia juaj ka shumë histori. Shumë mendoj. Po. Ishte fëmia i parë që sollët në jetë? Jo, i treti, djali, kam 2 vajza të martuara. Ishte i treti në renditje. Po, i treti. Ju ma prezentuat për të parë të histori, është shumë e rëndësishme që ato dokumenta të mi dërgoni, padyshim që do bëjmë dhe ne disa verifikime në spital, por janë histori shumë të vështira i dashur Ardian, sepse nëse ka ndodhur diçka në spital, dua të flas sinqerisht me ty, e din 2 ose 3 veta, jo më shumë. Unë e marr vesh edhe nuk jam i vogël se jam 57 vjeç, po
na kanë mbetur si kështu edhe më kanë bërë më shumë po them drejtësisht me këto dokumentat që më kanë bërë në shumë në dyshim apo në dilem. Që diçka mund të ketë ndodhur. Po. Mendoj, unë shpresoj jo. Po jam vendosur kësaj pune dhe dua që të heqja të fiksimin edhe kam edhe gruan edhe vajzën e madhe. Do më vi vajza tani për një 15 ditë aty në Shqipëri. Edhe dua që të paktën një të vogël të bëj një përçapje se deri sa ku të mund arrijë. E qartë, e kuptoj, është një histori që të ka ngelur peng ndër vite. I bie 1997 para sa vitesh? Sa i bie 29 vjet. Po, 29 vite i bie. Para 29 viteve i bie. Unë kam 2-3 vjet mbas kësaj pune, nuk është e sot. Kam 2 vjet, 3 vjet mbas kësaj pune. Po vetë bashkë. Isha tani në Shqipëri për herë fundit që më morja gruaja para 20 dite, ndonjë 4 ditë më bëra këto dokumentat e mora e nuk pata kohë, dhe duhet vija. Po nuk e kam problem, vi dhe aty që në Shqipëri që ose kem përna një... E qartë, nëse do ketë ndonjë indicje për historinë. Por bashkëshortja çfarë thot vetë? Ajo që shpejt është mendimi që ka ndodhur një diçka. Ajo është me fiksuar nga mua. E dyshon. Më the që e bërë gjysh, sa vite ke që... Me 3 djem, 2 binjak edhe një tjetër. Sa fëmijë ke? 2 vajza. A 2 vajza. Ishte i fundit të djali. I kam martuar me shkollë këtu, i kam... Më vjen mirë. Sa vite ke që jeton në Itali në Rimini? Këtu në Rimini kam 26 vjet. Qa viti pas ke emigruar? Shumë herët. Në them 2000, apërsisht. Para 2000. E kuptoj. Dhe besoj që e ke ndërtuar të ardhmen aty nuk do kthesh më në Shqipëri. Jo. Sa doj që vajtë e madhe e ka kokën në Shqipëri, ajo vinë vit për vit, ta 15 ditë. Ja ka marrë djem, do vi për mbas 15 ditë e vinë aty. Edhe i pëlqen shumë që të... Po nuk thehet, se ka studiuar këtu, e kam në vajzën e madhe, e kam në qeveri San Marinese, e di Republikën San Marinese. Po, bravo. Edhe vajzën e kam atje, është sekretare ministrit atje, San Marino. Bravo, më vjen mirë për arritjet e gjithë shqiptarëve në përbot, por që malli nuk të merë për vlorën tënde, do pleqerohesh aty. Shumë fare më merë, mos taj kujto. Vlora është e bukur. Vlora shumë e bukur. Mirë, i dashur Adrian, nëse bashortja dëshiron të flasim me mua, unë të pres që të flasim dhe me bashorten sa të arrish në shtëpi. Jam shumë afër të shtëpia. Të përshëndes ty, edhe do lidhem me bashorten. Mirupafshim. Faleminderit. Lindita, përshëndetje. Përshëndetje. Fola gjatë me Ardianin, i cili mbërriti në shtëpi tani dhe më tregoi historinë tënde të 1997-s. Po. Çka ka ndodhur atë ditë 22 maj në spital? 21 maj. Fëmia ka lindur në 21 apo 22? Në 21 ka lindur dhe ka vdekur siç gjitha fletën e spitalit, se mua nuk më tha njeri. Unë e kam dëgjuar vetëm në ëndër që më dilte analkoza, që llafoshin infermierët. Mua nuk ma pruri fëmijën njeri. Nuk e pash, fëmija ka rojtu 24 orë, me dokumenti që kemi. Po? Kur ta thanë lajmin? Pas 24 orë? Asnjë, vetëm kur dola në spitalin që më thanë njerëzit e mi që ka vdekur fëmija. Pse ty nuk të informua në spital fare? Kur do erdhi ka ardhur vjerra ditën e dytë, fëmija ka vdekur. E dashur Lindita, ti ke pasur probleme në shtatzani? Jo. Sepse Adriani tha që i ka bërë të gjitha vizitat. Po, i kam bërë të gjitha për vizitat dhe i kam bërë të gjitha në privat. Në momentin që ti shkove në spital për të lindur, gjithçka ishte okay, bëri një lindje me operacion. Fëmija nxori dorën. Por vajta për të lindur isha hapur normal, edhe nxori dorën dhe nuk dridhësh fëmija që të dilte. Po. Doktori tha që unë nuk e fus në operacion, deri këtu i mbaj mend të gjitha, nuk e fus në operacion, tha se kjo ka bërë 2 lindje normale. Po, që kishe 2 vajzë. Nuk kam si ta fus në thik. Kur e pam pasaj që mua më shpërtheu hemoragji, më morën urgjent
edhe më futën në sallë të operacionit. Unë për djalin e kam marrë vesh vetëm që dëgjova që llafusin infermierët tek dhoma. Pastaj kur erdhi Vjera që më solli për të ngrënë, tha që djali ka vdekur. Dhe nuk e mora vesh, nuk më sollën, nuk më thanë që të vinte o një infermiere doktor të thoshte unë nuk isha në atë gjendje që të paktën vërtet me operacion. E qartë. Por nuk ishe në gjendje që le të themi të rënd që ata mos ta jepni këtë lajm duke ditur që ti ishe nëna. Po. Unë e mora lajmin se mora nga të tjerë, po që të paktën që të më thoshin që vdiq dhe është këtu fëmia. E qartë, e kuptoj, por... Që të ma të regonin, këtë që se ne po dëgjojmë shumë tani që kemi 3 vjetë që po hajemi me vetën tonë dhe themi që kanë shumë që kanë dalë. Si ka mundësi që mua nuk ma të regon fëmijë? Edhe dokumentat që gjetëm gjysmat, ajo mua më thanë që fëmia unë me idenë time, isha që fëmia kishte dalë me zëmër nga jashtë. Me zëmër nga jashtë, po të them, ato që kam dëgjuar unë me veshtemi në ëndër. Po, ti ke qenë e pavetishme në momenti që ka dalë narkoza. Po, kurse kur vajtëm gjetëm dokumentat, djali kishte në frymarrje, kishte nuk merrte dot frym lirisht. Kishte ndënjur edhe 24 orë në atëja, në eliminacion. E kuptoj. Por... Dhe djali ka vdekur ditën tjetër në orën 4:30, siç është shkruar. Po tani të rroj një fëmijë 24 orë dhe nëna mos ta shoh. Por në qoftë se ai ka qenë në gjendje kritike, padyshim që nuk lejohet nëna ta shikojë fëmijën, ai është futur në inkubator. Po kur vdiq mua që të thosh njëri, nën ti ky ka vdekur dhe ne po e dërgojmë për varrim këtë. Ose një dokument. Por ti kur ke dalë nga spitali, nuk e firmosur? Jo, asnjë gjë. As kunati që ka marrë, as vllai që ka marrë fëmin, ai thosh tani që nena i kanë nxjerr 2 infermiere me një kuti. I thash po mirë si nuk e hapët këtë kutin. Nuk na kërkojtën as firmë as gjë. E dashur Lindita, në dokumentat që zbuluat para 2 viteve në spitalin e Vlorës, më sqaroi dhe Ardiani, është shënuar data që ti ke hyrë në spital, data e lindjes, por data e vdekjes së fëmijës? Fëmia ka vdekur mbas ditën 22. Mirë, është shënuar në regjistër? Vdekja po. Është regjistruar vdekja? Po. Por pse e dyshon që mund të jetë gjallë? Se nuk e pash dhe nuk kam dhënë firmë që doli ky fëmijë nga vajti. As firmë, as vjerri, as kunati, as neve prindrit. Se ndoshta mendoj unë që mjekët duke ditur që ti ke qenë sa po dal nga narkoza, lehone, nuk kanë dashur të të lëndojnë dhe këtë lajm ma kanë dhënë familjarëve të tu. Nuk kanë dashur të të lëndojnë ty. Edhe mundet jetë kjo që thua ti, po pse s'firmosën të afërmit e mi? Për të nxjerrë këtë fëmijë nga spitali të vdekur? E qartë, e kuptoj, por sepse dua të tregoj me sinqeritet dashur Lindita, se historia juaj ka shumë histori, shumë nëna që kanë humbur fëmijët sapo kanë lindur, i kanë sjellë në jetë. Dhe të gjithë dyshojnë se ndoshta ka ndodhur diçka në spital, por nuk besoj që në të gjithë fëmijët që kanë vdekur ka ndodhur kjo gjë. Vdekshmëria e foshnjeve ka qenë dhe do jetë. Duke ditur që ai ka pasur një problem me zemrën, ti thuaj me frymarrje në shkruar. Po, ishte shkruar, unë e kisha me idenë në zemër, kurse ai e kishte që nuk mbushesh me frymë. Ne na kanë me birë zemër, tjetër. Këtyre u thanë me birë zemër. Unë që e kam dëgjuar më thanë që me zemër nga jashtë. Që ka patur probleme me zemrën, organi zemër? Po, janë 3 versione që kanë bërë ata. Atje të certifikata që është shkruar që djali nuk merrte dot frymë. E kanë çuar në atë në rimulacion ishte shkruar atje. Po, që ka shkruar. E qartë, por mjeku me të cilin ke asistuar, që ka asistuar në lindjen tënde, është shumë i rëndësishëm për ta kujtuar kush është dhe për ta takuar, se nëse ka ndodhur diçka vetëm ai e di sekretin. Po, ai e di sekretin. Unë e mbaj mend që e quajnë Bejkush, doktorin që kam lindur, por nuk e di se si e kam emrin. Gjithsesi e dashur Lindita, unë si histori, si denoncime mora, ja thash edhe bashortit tuaj pak më parë, janë histori shumë të vështira për ne, për të mësuar të vërtetë, se nëse në regjistër është shënuar, lindi në filan datë, vdiq në filan datë, nuk ke çka kërkon.
nuk t'i jep më njëri shpjegim, duke ditur që juve ju ka dhënë dhe trupin, dhe e keqja është në këtë histori që varri ka humbur, se nëse do ishte varri, mund të bësh një analiza DNA-je, edhe të dheut nëse kocka do ishin tretur, se foshnja sigurisht kocka treten, por mbetet, ka mbetje dhe nëpërmjet dheut bëhet analiza DNA dhe verifikohet kjo gjë sepse janë bërë shumë të tilla. Por në këtë situatë që ne ndodhemi nuk ka asnjë lloj gjurme ku të kërkosh dhe është e vështirë dhe për nga ana jonë dhe pse e kuptoj që është një peng për ty dhe për bashkëshortin tënd për të mësuar të vërtetën. Po, shumë. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, unë i mora të dhënat, uroj dhe shpresoj të gjejmë diçka, të zbulojmë të vërtetën, e vërteta mund të jetë dhe kjo, siç ka ndodhur majin e 97-s që mund të ketë vdekur foshnja. Por ju kërkoni ta vërtetoni deri në fund këtë gjë, që të jeni të qetë dhe shpirtërisht. Ja, vetëm ajo është. Më tha, Unë e kam humbur atë se kam 29 vjet që e kam humbur, po që vetëm që unë të rrije qetë që të them që se, si të thash, siç po dëgjojmë shumë, themi, si ka mundësi se 97-ta të çojsh dhe pistoletat e koka, të jepin dhe lekët me tas. po e vërtet, ka qenë viti i vështirë për shqiptarët. Po, edhe mua i vështirë, ky nuk ishte, se po t'ishte baba, ishte më ndryshe, ishte çdo gjë. Ky nuk ishte, nuk u ndodh, ishte në mërgim. Dhe ti ke qenë vetëm në spital, e kuptoj. Dhe unë isha vetëm. Mua më tha Adriani që ke parë ëndra dhe të kanë trazuar ato ëndra. Po. Dhe mbrëm pas ëndër si kulash fëmijë të vajzës në bas, edhe një qërë më ka ardhur dhe më ka kthyer. Që e mbaj mendjen them si. Stresi, ankthi që ne përjetojmë, ato pengjet tona në një farë mënyrë trurin natën, çliron dhe prodhon ato lloj ëndre që jo se ëndra tregon diçka. Por ne do mbetemi bashkë në kontakt e dashur Lindita. Do t'i dërgoj në WhatsApp ato dokumenta që kanë që kështu. Patjetër, mi dërgo. Ne do mbetemi bashkë e dashur në kontakt Lindita edhe Ardiani, se ja dëgjoj zërin është aty, dhe uroj më të mirat për ju. Rofsh, faleminderit. Unë vetëm një gjë se 2 veta që kam pyetur brenda te spitali, doktoreshën dhe atë infermierën që më ndihmoi, më tha nuk flas dot. Kurse njëra më tha që është e pamundur tha që të jepet një fëmijë pa firmosur dhe pa certifikatën e vdekjes. Po, e pyeta Ardiani dhe ma sqaroi këtë pjesë. E pamundur është. Në momentin që vdes foshnja, bëhet një regjistrim, firmoset. Po, se ka rojtu 24 orë, më tha mua. Po, ka ardhur në jetë. Ka rojtu 24 orë dhe këtu dhe ajo tha që duhet një avokat i fort. I thash unë nuk do marr avokatin, do marr, e kam zgjedhur që do marr. Ndaj jemi të dyja sot. Të falenderoj edhe për besimin. Motra, ajo më bëri çmos që na i gjeti numrin, i thash që merr ditë për ditë sa u atoja, mbrëm na i dha numrin dhe të shkruaj tim shoq. Më tha mua do merrni vetëm këtë. Ne do jemi në kontakt bashkë. Dua të tregojmë sinqert, janë histori të vështira dhe ndoshta ndonjëherë mundohemi të çelim ndonjë dritë jeshile, por ju lëndojmë më shumë se sa zbulojmë. Prandaj gjithë mirakullim. Kurse unë në qoftë se vjen që të thash që unë kam 30 vjet, 29 që e kam humbur, vetëm që dua që ta di që vërtet është i vdekur. Vetëm këtë dua të heq. E qartë, se ende nuk e beson. Ai inshallah qen siç ndroi unë që të jetë gjallë këtë jetën e tij dhe nënën që e ka rritur, po që unë dua vetëm që edhe që të jetë vdekur, them që është vërtet i vdekur. E kuptoj. Vetëm këtë dua të heq. Të kërkon të vërtetosh. Mirë, e dashur Lindita, ju përshëndes nga Tirana, edhe ju nga Adriani. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e kësaj dritare, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme, histori reale, histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.